Në të parë mbledhje për këtë vit, Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk i ka shpëtuar debatit politik, kur ndërsa miratoi një fond shtesë në buxhet prej 345 milion lekësh, kreu i këshilltarëve të Majt ka akuzuar për shkarkime politike kryetarin Basha. Nuk ka ndodhur që brenda 6 muajsh mbi 350 vetë të ikin në presionin dhe dhunën fizike dhe psikologjike të bashkisë së zotit Basha. Nuk ka ndodhur as kur në këtë bashki ka ardhur kryetar Sali Kelmendi, aq më pak kur ka ardhur zoti Brojka. Është e pa ndodhur më parë. Sot disa prej punonjësve të cilët ka lënë këtë vend pune në këtë presion, kanë fituar gjyqet për padrejtësinë që është bërë. Nuk ka dhe nuk do të ketë diskriminim mbi baza politike të një bashkive. Sepse kjo qëndron mbi një racionale, do të thoja, dydimensionale. Sepse asnjë mini bashki nuk ka vetëm socialist dhe asnjë mini bashki nuk ka vetëm demokrat. Edhe në këtë vendimarrje ka transparencë, ka racionalitet, ka gjithë përfshirje. Një tjetër debat mes Bashës e Dalipit ka qenë për faturat e ujit, për një kategori e cila nuk duhet të paguajnë taksën e pastrimit të vendosur në faturë. Për këtë Basha premtoi zgjidhje deri në 5 mars. Unë do doja shumë që të kishte transparencë, por transparencë nuk ka. Dhe kur nuk ka transparencë ndaj atyre që themi, qoftë edhe me faturat e ujit që kemi denoncuar apo me gjëra të tjera, unë do doja që për i kësaj transparencë t'ja ulija mbi tavolinë e tuaj. Kjo nuk është transparencë dhe nuk është shërbim ndaj qytetarëve. Për këtë arsye le të jemi qartë me njëri tjetrin dhe të jemi korrekt. Dhe të flasim qytetarëve atë që është e vërtetë. Faleminderit. Po, ju faleminderit. Po, zoti Basha. Dalipi, edhe një herë ju them me bindje të plotë që keni të gjithë hapësirën dhe të gjithë instrumentat për të siguruar për veten tuaj dhe për ata para të cilëve ndiheni përgjegjës transparencën maksimale. Brenda datës 5 mars, të gjitha familjet të cilat janë faturuar me shumën e tepërt nga ndërmarrja ujësia kanalizimit të Tiranës, do të faturohen me faturën e muajit në vijim minus shumën e faturuar më tepër. Pra do të ketë një proces kompensimi integral. Mëtej Basha i propozoi Këshillit marrjen në pronësit nga Bashkia e Tiranës të aksioneve të ujësillës kanalizimeve SHA, që u miratua pa votën e këshilltarëve të Majt. Këshilli votoi në fund me konsensus për zmadhimin e kapitalit të klubit të futbollit Tirana. Ky vendim parashikon dhënien e një shumë prej 80 milion lekësh të këtij klubi, i cili do të përdoret për nevojat e brendshme, si për përmirësimin e infrastrukturës, ndërtimin e akademisë, përmirësimin e kushteve të stërvitjes dhe rinovimin e bazës materiale.